Në këtë pjesë të emisionit do të flasim me një vajzë, me një grua e cila ka arritje të mëdha në fakt, një vajzë e re, por që arritjet i ka të mëdha siç thash, është arkitekte dhe inxhiniere dhe që së fundmi është zgjedhur në top 5 inxhinieret më të mira të rinj në vend nga Instituti Inxhinierik i Maqedonisë, pra është bërë edhe inxhiniera, le të themi inxhinieria e vitit. Ajo është arkitekte me profesion, por gjithashtu edhe pedagoge, me të cilën do të flasim pak edhe për këtë çmim që ka marrë, por gjithashtu edhe për atë se si ka nisur rrugtimin e saj në arkitekturë. Unë në fakt më duhet të them se Arbreshën e takoj për herë të parë, kemi komunikuar disa herë, por ka një energji dhe pozitivitet të jashtëzakonshëm që ka sjellë në fakt shumë energji edhe këtu në studio dhe siç thash me të do të flasim për më shumë edhe për arkitekturën. Përshëndetje Arbreshë, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Qytet në studio, më në fund të kam në studio. Unë njerë publikisht të kërkoj falje për gjithë këto rutina që i kena bë. Është kënaqësia ime gjithmonë të jem këtu pranë jush. S'është fare problem, sepse sigurisht e kuptojmë se je angazhuar me punët tuaja sigurisht, kështu që unë prapë të falenderoj shumë që je pjesë e emisionit Qytet në studio. Të flasim pak për çmimin e fundit që ke marrë në top inxhinieret e reja më të mirë, të rinj më të mirë, pra inxhinieria e vitit. Më trego pak më tepër çfarë ka qenë ky event, çfarë ishte ky çmim, si u ndjeve për këtë çmim? Realisht ka qenë një ftesë nga instituti për të marrë pjesë në thirrjen e tyre, të kontribuojmë me publikimet tona apo me punën tonë që i kena bërë për gjatë vitit 2024. Si që kam cekur, unë nuk besoj në institutet në Republikën e Maqedonisë dhe nuk isha dëshirë që të aplikoj si zakonisht, i bëj skip këto thirrjet. Por kolegja ime insistoj me çdo kusht, edhe në fakt ajo aplikoi në vendin tim. Thjesht më mori në telefon edhe mi parashtron të pyetjet të cilën ka qenë pjesë e formularit. Dhe për shkak të punës të përditshme që kemi bashk, ndodh shpesh herë që ne të komunikojmë në këtë mënyrë pas sqaruar përse parashtrojmë këto pyetje. Dhe rastësisht më vijnë pas disa ditëve urime që ke konkuruar në këtë konkurs dhe unë thjesht u habita a jam unë ose gabimisht ka ardhur mesazhi. Po pastaj e sqaruam çështjen dhe mora telefonatën, më thanë që ke kaluar ciklin e parë, tash isha e ftuar në intervju, pasi që shkëputja ime për studimet jashtë shtetit më ka bërë që unë të humb kontaktet dhe kjo ishte një event, një rast i mirë të komunikoj me gjithë pjesëtarët e stafi që më anketuan, edhe kam kaluar shumë mirë në intervju, ishte një kënaqësi time as e madhe, çdo njeri ishte një profesionalist në fushën e vete, po që jepnin shumë energji të mirë. Kështu që unë e shijova atë pjesë dhe nuk e mendoja fare për çmim apo për ndonjë diçka tjetër. Të nesërmit më morën përsëri në telefon dhe më thanë që jam e përzgjedhur në top 500 e inxhinierëve më të mirë. Më pas kishim eventit të mbahet në periudhën kur ndodhi fatkeqësia në Koçan dhe u anullua dhe u mbajt më 14 maj. Pra, kolegja jote pas ka bërë shumë mirë në fakt që të ka regjistruar, sepse ja ku treguan sigurisht edhe puna jote, u vlerësua edhe puna jote. Të është kthyer besimi në institutet apo? Pak zor të besoj, po mendoj që edhe vetë komisioni më tha që duhet ta liroj pak veten, kështu që të jap mundësi edhe institucioneve në Maqedoni, të paktën të aplikoj, po për gjëra tjera sido që të vinë. Po si ishe këto evente të ndryshme, ku jepen çmime të ndryshme, mendon që janë edhe një lloj motivimi edhe për të rinjt për të vazhduar më tej edhe me punën, sepse kur të vlerësohet puna, sigurisht që motivohesh. Ca herë puna jon, ne bëjmë gjithë këto aktivitete për shkak të dëshirës tonë. Domethënë nuk jemi të motivuar të them, ose unë personalisht nuk jam e motivuar për çmimet apo për lëvdata, gjëra të tilla. Por ndodh që një fjalë mirë, një çmim i mirë, një event, një mbështetje të jep shumë vullnet edhe thjesht të rrisin edhe më shumë vullnetin për të vazhduar me aktivitetin. Pra ti motivimin gjithsesi e ke, ti e ke vendosur në kokën tënde që unë këtë dhe e bëj dhe qoftë më vlerësojnë s'më vlerësojnë, unë do të vazhdoj me punën. Besoj që periudha e studimeve që kam pas në vendin tonë më kam mësuar që jo gjithçka me punë, nëse bën punën më të mirë ose përkushtohesh shumë që do vlerësohesh 100%, nuk ndodh në atë mënyrë. Thjesht duhet të kesh besim në vete, ta bësh punën tënde dhe siç thotë babai im i ndjer, punën tjetër ja lën Zotit. Dhe besoj që është këshilla më e mirë e mundshme për gjithë ne.
Shumë e vërtet në fakt, sepse po, ndodh shpesh që nuk vlerësohet puna sa duhet dhe shpesh të rinë demotivohen, por që nuk duhet ta bëjnë këtë, duhet të vazhdojnë, nëse e duan një punë, duhet ta vazhdojnë sigurisht për të arrit aty ku i kanë qëllimet e veta. Arbresh, para se të hyjmë tash në detaje për atë se si ke filluar me arkitekturën, profesionin tënd, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas rikthehemi në studio. Jemi rikthyer sërish në studio dhe këtu jam me arkitekten inxhinierin Arbreshe Ibrahimi, me të cilën flasim, tash do të flasim për arkitekturën, sepse folëm pak për çmimin e saj që ka marrë si një inxhiniere e re, e cila ishte në top inxhinieret më të mirë për vitin, apo për vitin 2024. Tash unë dua të të pyes pak për atë se si ke filluar me arkitekturën, pse përzgjodhe pikërisht arkitekturën si profesion? Nuk ka qenë diçka që kam pas në kokë të bëjmë arkitekte, po ka ndodhur spontanisht. Fakti që unë jam rrit të them për fat të keq pa gjyshërit e mi dhe nuk ka pas mundësi asnjëri neve të kujdeset për ne. Kështu që për shkak të punës prindëve të mi që kanë qenë më shumë se 12 orë në punë, unë kam qenë disi e detyruar që pas shkollës të shkoj ose në spital tek nanës time ose në shkollën e mesme në gjimnaz, në punën e babait tim. Dhe për një periudhë të gjatë, domethënë deri 10 vjet, unë kam pas këtë rutinë. Dhe shpesh herë më ka ndodhur që unë odesh të observoj objekte, të shohë pse janë kështu objektet, pse janë kështu të vendosura bankat, ose përse kështu komunikojnë në për komunikimet horizontale, vertikale të objekteve. Dhe besoj që aty ka qenë zona filla. Më pas, si tip që jam që bezdisem shumë shpesh, edhe shumë shpejt, kështu që doja një profesion që është më dinamik, që nuk ndjan dita me ditën, dhe dëshira ime madhe për matematikë, dhe dëshira ime madhe për vizatim, dhe gjithashtu për aspektin social të shoqërisë, do ka bërë që arkitektura të jetë përzgjedhja ime. Tash je okej me përzgjedhjen që ke bërë, sepse je në lëvizje, e ke atë dinamikën që e ke kërkuar, apo? Sa herë them që duhesh të zgjedh arkitekturën, po ato ndodhin në faza kur jam përsepër me ngarkuar. Por që në përfundim ke bërë zgjedhjen e duhur. Ti ke bërë studimet në Tetov, më pas në Shkup, në Universitetin Kirill dhe Metodi, e më pas në Ljubljanë. Më trego pak këtë periudhën, këto ndryshimet, sepse teksa flisnim më the që kam dashur të bëj ndryshime, nuk kam dashur që të qëndroj, kështu që i ke bërë këto ndryshime, në fakt, prej në Tetov në Shkup, prej në Shkup në Ljubljanë. Tash të vazhdojmë jashtë Ljubljanës për postdoktoratur. Realisht ishte gjenerata e dytë që hapeshte në Universitetin Shtetëror të Tetovës, dega arkitekturës, në gjuhën shqipe dhe thash pse jo, të provoj. Jam me fat që në atë periudhë kanë qenë profesorët nga troje të ndryshme shqiptare dhe kam mësuar tema se shumë, përveç asaj që kam mësuar, është një benefit i madh që unë sot ja shoh punën, lidhje që i kemi, se është shumë ndryshe kur ke një profesor në Shqipëri, një profesor në Tiranë, një në Zvicër, një në Itali, edhe gjithmonë e ke një person që mund ta kontaktosh. Që sot unë jam tema sekretare për këtë marrëdhënie që kemi me të gjithë profesorët dhe asistentët në atë periudhë. Më pas dje që më shumë se 5 vite nuk mund të bëjmë në një institut, kështu që e mësova sistemin e UT-s të shkoja në një nivel tjetër dhe u regjistrova në Universitetin e Kirillit, në dekën e arkitekturës. Pasi mbarova studimet e masterit, fillova në punë. Dihet shumë mirë që si ri të kërkosh punë vetë pa asnjë lidhje dikush që ta mban shpinën. Ka vështirësitë e veta, po unë jam shumë falënderuese për atë periudhë, se jam mësuar të qëndroj në këmbë të mia vetëm, në çdo rast. Kështu që provova të punoj edhe në anën praktike, më pas e pash si opsion edhe si asistente të punoj, kështu që nga viti 2015 unë punoj të dyja, paralelisht. Edhe pedagoge, edhe në aspektin praktik, se mendoj një profesor që merret me praktikë është shumë më i qartë dhe shumë më i gjinshëm përpara studentëve. Sigurisht. Arkitektura nuk është filozofi, është një shkencë eksakte që do duhet i kena parasysh proceset e realizimit të një objekti. Dhe normal që ku futet edhe aty. Dhe doja një dinamizëm tjetër edhe pash mundësim për të regjistruar në doktoratur dhe aplikova në Universitetin e Ljubljanës ku edhe i kryeta me sukses
Nëse të pyes sa mund të bëhet dallimi në pjesën universitare, domethënë në studimet e tuaja në vendin ton me atë të Ljubljanës, çfarë mund ta thuash? Janë dy janë të kundërta për fat të keq. Edhe pse në profesorët e mirë në Ljubljanë shpeshherë kanë thënë që bazat e projektimit të objekteve banimore kanë marrë nga arkitektët të vendit tonë. Por si e humbëm atë praktikën, nuk jam e vetëdijshme, mendoj më duhet të bëj një hulumtim më të thellë dhe të kalojmë në teori. Tash, për fat të keq, në fakultetet tona në shtet, arkitektura trajtohet më shumë teori se sa praktik. Edhe pasi mbaron një student studimet, nuk është i aftë apo nuk ka vetë besimin që të kyçet me njëherë në anën praktike. Dhe këtu ndodh ai manipulimi që shpesh herë i bëjnë firmat, që janë të pandërgjegjshëm, jo të gjithë, po kemi raste të shumta, që manipulojnë me arkitektët e ri, me studentë të ri, dhe i shfrytëzojnë për të bërë punën e tyre, po me pagesa minimale, ose as pak, ose maltretime tjera. Që për fat të keq. Që pasi nuk kanë edhe shumë hapësirë edhe për të përparuar më pas, apo? Në këtë aspekt. Si ke ndarë kohën, sepse ke filluar me punë para doktoraturës, apo? Si e ke ndarë këtë kohën edhe në punë, edhe në doktoraturë në Ljubljanë, sepse ti vazhdon në fakt që të jesh edhe këndej edhe andej, ende nuk je shkëputur nga Ljubljana? Nuk besoj që do shkëputem. Unë mendoj se diçka kur e don, edhe nuk sheh se si e ndan kohën, normal që ka pësuar jeta ime private, po të them, që shumë pak shihem me familjarët e mi, shumë pak shihem me shoqërinë time, që kam bërë në atë aspekt sakrificë, po besoj që ndonjë ditë ndoshta ja vlen. Po të shpërblet, sakrificë, po të shpërblet. Ke bërë besoj projekte të shumta, apo? Ke ndonjë projekt që e ke më të dashur që gjithmonë do ta ruash në kujtimin tuaj? Në aspektin praktik, po kam objekte, sidomos shtëpiat, kam një lidhje shumë të mirë me klientët e mi, dhe gjithmonë e vendos veten në anën e klientit dhe nuk e shoh veten në anën e arkitektit për një përfitim çmimi. Thjesht është një kënaqësi shumë e madhe kur punon me klientët dhe sheh se si e realizon ëndrrën e tyre, jo besoj që nuk ka të paguar. Nga ana akademike, unë bëja aktivitete të ndryshme, për faktin që dua që studentët e mi të fitojnë një lidhje para kohe me arkitektë të ndryshëm, dhe gjithashtu edhe atje bëj dy lloj kategorish aktivitete. Të parën e bëj me fëmijët me nevoja të veçanta, e kam një kategori që shumë prekse për mua dhe në çdo mënyrë mundohem t'i kyçi, kështu që projekti Pinekuiti ka qenë një ndër projektet që e veçoj më së shumti, edhe projekti i dytë është që kam sjell Takehiko Iseki nga firma e njohur botërore Zaha Hadid për studentët e mi të mbajnë një ligjërat. Pra ajo që e folëm është shpërblyer gjithë ajo sakrifica që ti sigurisht e ke bërë. Sa është e vështirë edhe për një vajzë, sepse jo gjithmonë shohim vajza ose gratë të cilat janë të kyçura në arkitekturë. Sa është e vështirë në vendin tonë që një vajzë të arrijë në arkitekturë? Besoj që po ta kesh përkrajen familjare nuk është e vështirë, po nëse se ke përkrajen familjare, është tema se e vështirë. Për shembull, po ta merrni në emision në anën time, sigurt ka për t'u ankuar nga unë. Po kur e kupton, për shembull dinamikën e jetës së një arkitekte, normal që ka disa çështje që i quajmë ne punë femrash apo tradita që nuk mund t'i respektoj. Çfarë ka dashur në ajo që të vazhdosh ti? Me siguri doktoresh diçka ose si gjithë? Nëna ime ka qenë shumë kundër medicinës edhe ka qenë shumë kundër arkitekturës, jo për faktin që kundër si profesion, për faktin që shpeshherë ka thënë që populli jon nuk ka kulturë për ta respektuar një mjek dhe nuk ka kulturë për ta respektuar një arkitekte, po besoj që shumicën e rasteve ne nuk dim të respektojmë njëri tjetrin apo një person. Nuk është tek profesioni, mbase nuk ka të bëjë me profesionin. Këtë ka pas ide për faktin se ajo si motër medicinale është ballafaqur shumë në atë periudhë 38 vjeçar, mendoj 38 vjet të merresh në mjeksi, është e pamundur të kesh raste gjithmonë të mira. Dhe
Ajo ka dash që jem profesorisht e matematikës, por që ajo ëndër nuk mund t'i realizohet. Po, në fakt, përveç doktoreshës, ëndra e gjithë prindërve për vajzat sidomos është që të jetë profesoresh ose mësuese, nuk e di pse kanë këtë përshtypjen që vajzat për periudhën e kohës që ndoshta po, koha që rrinë në punë. Po, koha që rrinë në punë, sepse siç e theti me arkitekturën nuk i sheh edhe familjarët. Për shembull që unë punoj, mendoj, shumicën e rasteve 90% unë punoj edhe jashtë orarit të punës, po punoj edhe për vikende, kështu që. Si është një ditë e zakonshme në punë për ty? E para lart e poshtë. Se ndaj punën që edhe në praktikë edhe në teori, normal që studentët kërkojnë shumë përkushtime dhe vëmendje dhe përkushtim, kështu që non-stop jam 24 orë për ato, ndash nëpërmjet emailit, po shpeshherë ne i kemi, mendoj shumicën e rasteve, ne i kemi konsultimet live. Vizatime, maketa, punime, gjithçka që është, po të themi si punëdore. Pastaj puna administrative apo puna hulumtuese, që shkojmë në për teren, jo kthehemi për të shkruar çfarë kena hulumtu, mbledhje të shumta. Pra, ja del të bësh një kombinim mes asaj të qenurit arkitekte të bësh projekte ndaras, por edhe të qenurit pedagoge. Bëhet një kombinim mjaft i mirë edhe për t'ju treguar, siç dhe edhe më herët, edhe praktikën sigurisht edhe studentëve. Të të pyes pak, duke qenë se arkitektura sigurisht është një profesion që do shumë punë, por a hyn edhe kreativiteti, a duhet të kesh kreativitet edhe të kesh pak talent edhe për ta bërë arkitekturën. Unë vetë e kam pëlqyer shumë, nuk e kam parë asnjëherë veten si arkitekte, por nuk e di, më pëlqen si profesion. Ka disa aftësi që mund të përmirësohen dhe ka vetëm një element që duhet jetë i lindur. Ai element është ta perceptosh hapësirën brenda teje. Në moment që ke aftësi për ta perceptuar, kur themun që dhoma dhe faktikisht një student imagjinon dhomën, atëherë nuk ka problem për çështjet themi për vizatim apo për matematikë apo për të lidh 2-3 aspekte në arkitekturë. Ato janë aspekte që mund çdo student edhe me ndihmën e profesorëve, fundi prandaj jemi ne profesor, për të ndihmuar studentëve në këtë kontekst. Por në qoftë se kanë mungesën e vizualizimit të një hapësire, ajo po është... Mund të jetë problem edhe për të ardhmen për të qenë një arkitekt i gjithmonë kanë vështirësi dhe është tema e rëndë për to. Sa është interesimi tek të rinjt për të vazhduar arkitekturën? Si e sheh, duke qenë se edhe pedagoge, profesore arkitekturës? A ka ndryshuar me vite, mbase është bërë më mirë, më keq? Ndryshon aspektin përse të studion arkitekturë. Në fillim, më shumë studentë ka qenë të fokusuar për faktin që kanë pas prindër apo familjar që janë marrë me studio të arkitekturave, që një lloj trashëgimie. Më pas, kishte një periudhë 5 vjeçare, mendoj që ishte shumë trend të jesh arkitekte, dhe më pas ishte një periudhë që studentët mendonin se në qoftë se punonin interior design, do arrin shumë shpejt në para, po e panë që nuk është aq lehtë. Dhe disi tash është ende një stabilizim, kemi një lloj krize që duhet të stabilizohet, dëshira përse studiohet arkitektura. Se duhet vazhdohet me arkitekturën. Po, tash edhe me programet, zhvillimin e programeve dhe sidomos me artificial intelligence, shumë aspekte që ne kemi punuar më parë, mund të arrijnë për 2-3 sekonda t'i kryejmë, kështu që sërish kthehemi në principin kryesor të arkitekturës, që është hulumtimi. Po, sigurisht. Duke qenë se e përmend edhe inteligjencën artificiale, teknologjitë, tash teknologjia ka avancuar mjaft, si ndikon kjo në punën tuaj? Mendon që e lehtëson deri diku apo edhe komplikon mbase? Të them të drejtën, ne jemi në një fazë eksperimentale që as vetë ne nuk e dim, për shembull, se si mund ta shfrytëzojmë ose cila është ana pozitive apo ana negative. Por dhe nga ana tjetër jam shumë e vetëdijshme që unë nuk mund t'ja u ndaloj studentëve të mi që ju nuk duhet ta përdorni këto programet inteligjencës artificiale. Dhe për momenti çfarë bëj unë është që unë i detyroj studentët të japin një lloj koncepti që e kam si detyrë, të bëjnë një scenario për atë, një narrativ, dhe më pas, sipas narrativit, ato të përdorin inteligjencën artificiale. Këtë eksperiment e kam përdorur me studentët në Universitetin e International Balkan University, gjithashtu me studentët e Fakultetit të Dizajnit në Ljubljanë, dhe që kanë rezultuar
goxha interesante. Kështu që edhe 2 publikime të studentëve nga Universiteti i Ljubljanës i kam publikuar në jurnalin ton që e kemi në Ballkan. Besoj që thjesht duhet të gjejmë një metodë se si duhet ta kyçim inteligjencën artificiale në punën tona të përditshme. Po, nuk mendon që mund ta humb base kreativitetin, Jo. sepse shpesh është ky dyshimi që mund të bëjnë më përtac studentët edhe në moment kur e ke çpërdorin, po, për atë. Mendoj ajo ndodh edhe me teknologjitë, edhe me telefonat tonë që kemi me rrjetet sociale, në qoftë se i ke çpërdorim, normal që ka efektin e kundërt. Po në qoftë se të themi që rrjetet sociale i shërbejmë për i shfrytëzojmë për promovimin ton, nuk se jo. Po. Sigurisht ato janë një ndihmë, sepse e lehtësojnë mbase tash edhe jeta është bërë më dinamike dhe mbase na heq disa minuta apo disa orë për punës tonë për disa sekonda, siç e the ti, mund t'i bëjmë, por që nuk duhet ta keq përdorim dhe ta përdorim më shumë se ç'duhet, le të themi. Të dalim tash tek pjesa e arkitekturës në vendin tonë. Si e sheh ti arkitekturën në vendin tonë, cilat janë mbase problemet arkitekturore me të cilat ballafaqohet vendi ynë më shumë? Ne kemi 3 lloje të problemeve. E para është problemi legal, që duhet ta shqyrtojmë ligjin e dizajnimit. E dyta është problemi i arkitekturës dhe investitorëve, dhe e treta është problemi i integrimit në kontekstin urban. Që të trijat krijojnë atë kancerin urban apo kancerin zhvillimor arkitekturor në vendin tonë. Për fat të keq, ne ballafaqohemi, është gjë e përditshme, pasi që sistemi jonë është mësuar, kam një të njohur, do e bëj legalizimin, do e bëj mbindërtimin, kemi humbur sensin e vlerësimit të objekteve që i kena me vlerë temase të madhe kulturore, dhe investojmë në godina tjera, besoj që për momentin nuk janë edhe aq të rëndësishme, dhe kjo bën një lloj shkëputje të identitetit arkitekturor që posedon Shkupi, Maqedonia në përgjithësi. Pra, a mendon që nuk mendohet për mjedisin teksa ndërtohet në vendin tonë, sepse jemi duke vuajtur për hapësira të gjelbra, vuajmë nga ndërtesat të cilat, siç e the, mbasi janë edhe të paligjshme, nuk mendohet mirë se ku ndërtohet, çfarë ndërtohet, nuk mendohet mirë për mjedisin, apo? Jo që nuk e mendojmë, po thjesht ne mendojmë që sa para do fitojmë edhe çfarë biznesi do bëjmë. Atje kemi fokusin, jo që s'mendohet, por fundi se s'është problem për një duru, e humbi. Për 10 metër katror nuk është problemi, po paramendoni 100.000 veta nga 10 metër katror, aq? Po, zilet krejt okupohet, krejt qytetit dhe pastaj. Ne, si popull, nuk e mendojmë të tjerë, e mendojmë vetën tonë, edhe besoj aty është gabimi më i madh që e bëjmë. Kjo është shumë e vërtetë dhe ka shumë ankesa në fakt, sidomos në qytetin e Shkupit, që po mbytemi nga ndërtesa të shumta të cilat mbase kanë qenë edhe të panevojshme. Sa i përket edhe sigurisë, sepse sigurisht ne kemi pas raste të ndryshme që kanë përfunduar fatkeqësisht në tragjedi vetëm për shkak të sigurisë së objekteve. Nuk ka qenë siguria e objekteve, nuk ka qenë në nivelin e duhur. Si e sheh këtë? Të tregoj rastin që mora çmimin, edhe të gjithë më pyesën Arbesha si ndjehesh të jesh një ndër 5 inxhinierët më të mirë të vitit. Edhe në atë periudhë ndodhi rasti i Koçanit dhe thash që prej sot unë nuk do të gëzohem për çmim, po do të gëzohem në qoftë se jam gjallë, nëse kaloj rrugën në Vizbardha, në qoftë se shkoj në një restorant dhe dal gjallë, apo në qoftë se udhtoj prej Gosivarit në Shkup edhe nuk rrotullohet autobusi. Janë ngjarje që për fat të keq i kemi përjetuar, kanë qenë, unë nuk kam në periudhën kur ndodhi me Durmëtursën, unë nuk isha në autobus, po mendoj që udhtoj me po të njëjtin kompani. Dhe të mos i kesh sot miqët, të le shenja shumë të rënda. Dhe gjithmonë mendoj se siguria në vendin tonë është 9-0. Të kesh frikë, të kalosh rrugën në Vizbardha, besoj që më rëndë se kaq, nuk shkon. Madje edhe në semafor të gjelbërt ndodhin raste ku... Edhe jam e sigurt që çdo njëri nga ne ka pas një incident të tillë.
Është një fatkeqësi në fakt ta mendosh që në vend që ta shohim me pozitivitet gjithë këtë, ne duhet mendojmë për gjërat elementare që është siguria për të jetuar. Por a duhet të jetë edhe në pjesën e arkitekturës, në pjesën e objekteve? Siguria a duhet të jetë kryesore dhe a mund të kombinohet, mund të ketë kombinim me sigurisë dhe bukurisë, sepse nuk do të thotë që vetëm duhet të jetë objekti i bukur edhe ta anashkalohet siguria. Besoj që mund të bëhet një kombinim i tillë. Është pjesë e arkitekturës, pjesë e principeve tona, që një ndër principet është edhe siguria. Fundit, një arkitekturë nuk mund të ekzistojë në qoftë se nuk ka siguri statike të theme dhe nuk ka siguri tjera që janë. Sipas ligjit, është e obligueshme që të kemi ne sigurim, në qoftë për zjarre, qoftë për raste tërmetje, apo për çfarë do lloj tjere fatkeqësie, qoftë natyrore apo nga ana e njerëzve. Sa e respektojmë, ajo është tjetër pyetje. Ligjet ekzistojnë, por sa respektojnë? Gjithmonë ndihmë që të largojmë apo i interpretojmë në mënyra të ndryshme. Dhe kjo bën që ne humbasim, jo që ligjet nuk ekzistojnë. Ekzistojnë, por kanë shumë hapësira që, siç thash për më parë, e kam një të afër, e kam një mik, e kam një njeri, e kam një të njohur, jam vajza e këtij, jam fëmiu i këtij dhe kjo gjë ndoshta për momentin mund t'i jape një kënaqësi, një pronari, po që ndodhi rasti, si ndjehet. Një popull është shkatruar vetëm për një çështje sigurie, një dokument për një gabim që ka ndodhur, gabim nëse mund nuk të është quhet. gabim, është lëshim me vetdije. Shumë e vërtet. Të flasim pak për trendet më të reja që kanë ardhur në arkitekturë në vendin tonë, cilat janë trendet që janë, apo hecim le themi në hap edhe me vende tjera të Evropës, apo po qëndrojmë në ato. Kur më pyetën tash për trendet, rimendohem objektet me tulla të kuqe që i ndërtojmë ne për fëmijët e tanë, për shumica e rasteve, që nuk do të kthehen në Maqedoni. Për fat të keq ne kemi ngecur, nuk kemi zhvillim arkitekturor të identitetit arkitekturor. Ne kemi ngecur që në vitin 1960-ave, me thënë pas tërmetit, dhe ato i kemi godinat e vetme që janë të një vlere të lartë arkitekturore. Më pas, gjithë shka tjetër, është çështje shije personale që nuk shpreh një identitet kolektiv. Dhe kjo është kriza më e madhe që ne ballafaqohemi, që shfrytëzohet normal. Jam shumë e vetëdijshme që arkitektura shfrytëzohet nga, jo vetëm nga politikat shtetërore, por gjithashtu edhe nga individ, për të treguar se sa të fuqishëm janë. Është mënyra më e pastër vizuale për ta dominuar një popullat. Dhe ne këtë keq përdorim për fat të keq, dhe kemi shumë raste që i kemi diskutuar dhe që vazhdojmë të diskutojmë. Ndoshta jo në nivelin që duhet, po përsëri zhvillimin e kemi ngecur në gjitha aspektet për fakt të keq. Shumë vërtet. Duke qenë se jemi nga fundi, sepse shpejt kalon koha, unë të pyes pak cilat janë këshillat që më së shpeshti ju ja jep studentëve tuaj. Këshilla numër 1 është që gjithmonë nga fjalori i tyre duhet ta fshim fjalën nuk mundem ose dorëzohem. Këto dy fjalë nuk ekzistojnë në fjalor. Në qoftë se realisht e adhuron arkitekturën, mund të kontribuojmë çdo njëri nga ne për mirëqenien jo tonën personale, më shumë për të tjerët, që normal që reflektohet edhe për ne. Dhe shpeshherë ju them studentëve, në momentin kur ju projektoni, mendoni që në atë godinë apo në atë shtëpi do të qëndrojë njeriu më i dashur i juaj. Nëse e merr parasysh këtë aspekt, normal që çdo arkitekt fokusohet ta bëjë më të mirë. Shumë vërtet një këshill mjaft e bukur në fakt. Por nuk lë pa të pyetur pak edhe për projektet të tua të ardhme. Çfarë të presim nga ty? Për momentin përgatitem për World Design Organization që do bëhet kongresin në Londër në shtator. Atje do të prezentoj projektin tim të fundit së bashku me kolektimin nga Young Design Circle, që është Design Note, është një betim për dizajnerët në gjithë botën, që të mos kemi ndryshime, jo në Maqedoni kështu duhet të projektohet, jo në King kështu duhet të projektohet, po të kemi një lloj standardi që do të vlej për gjithë dizajnerët, si një betim që i ka të gjitha aspektet, i kemi ndarë në 9 kategori, dhe produkti do jetë, domethënë objekti do jetë, në gjitha fushat e dizajnit, ka një vlerë
të mirëfillt për fushën e tyre, që të mos bëjmë manipulime. Kjo është ajo që përgatiten për momentin. Projekte tjera sigur do dalin anësh. Do të kemi sërish për të biseduar. Ju lutem mbasi të shtoj 20 kg. Që të vish deri te kati 9. Se nuk mund t'ju ngjitem në shkallëve deri kati 9. Po në rregull, ne do presim, jo, nuk duam që të shtosh kile, por nëse ti dëshiron, lirisht mund të shtosh kile, por të presim sigurisht edhe për projektet e tua të radhës, edhe unë të uroj shumë suksese. Dhe një herë dhe faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Ftesë në studio, sepse besoj që kjo bisedë do të jetë edhe frymëzim edhe për studentët tuaj, por edhe për të tjerët në fakt që na ndjekin, sepse e ke atë energjinë për ta dhënë edhe përtej televizionit, le të themi, për punën edhe për punën e palodhshme, le të themi, tënde që ti bën. Shumë faleminderit, gjithmonë është kënaqësi të jem këtu me ju. Faleminderit shumë.